Ju përshëndes të gjithëve, të do lidhemi drejt për së drejti në Kryeministri ku po diskutohet për fazën e re të negociatave me Bashkimin Evropian. E ndjekim. Qelëm sesionin parlamentar. Do ta përforcoja falenderimin, sepse së bashku e kemi ngrysur dhe e kemi gdhir në sesionin e kaluar parlamentar, ku ju e patë që intensiteti në muajin dhjetor arriti kulmin, pra kaluam 41 ligje gjatë gjithë sesionit, ku i 20 ishin në muajin dhjetor. Dhe ky do të jetë ritmi i integrimit të vendit. Pra zakonet ligjore, zakonet parlamentare duhet të fillojnë edhe të mbizotërojnë në jetën shoqërore, edhe në jetën shtetërore të vendit, dhe ndaj jemi ne sot tu për treguar se si kjo paket ligjesh, ku 6 ligje vinë nga qeveria dhe 6 ligje arnisma deputetësh, do të ndikojnë drejt për së drejti në jetën e qytetarëve. Kryenegociatorja Duka e bëri një parashtrim të kornizave kryesore. Unë po shkoj drejt për së drejti për mos të humbur kohë, dhe jam i sigurt që një pjesë të detajet do ta ndjekim edhe në ditët në vijim nëpër komisione, kur këto ligje të diskutohen dhe të debatohen. Po një pjesë e rëndësishme ka të bëjë me rolin tuaj dhe me median në përgjithësi, ku vjen nga disa ligje që kanë të bëjnë këtë. Njëri është nisim me ligjin për median audiovizive, ku rrisim transparencën. E them nisim sepse do të ketë gjatë vitit platforma për median tashmë ka filluar nga puna dhe po përmirëson edhe po sjell propozime konkrete për nismat ligjore, por ky ligj që vjen, pra përmirësimet që bëhen në ligjin për median audiovizive, ka të bëjë me transparencën drejt për së drejti të platformave televizive, ku kuptohet fare mirë që publiku është interesuar të di qoftë pronësinë, qoftë cilët qëndrojnë pas media. E keni parasysh që në vitin e kaluar ne bëm në parlament një punë të paimagjinueshme për sa i përket edhe dezinformimit, kështu që fuqizimi i medias për sa i përket rolit jetik që media ka do të vijë përmes këtij ligji, por në radhë parë njëherë ka të bëjë me rolin tuaj të gazetarëve, mbrojtjen tuaj në atë mision jetik për demokracinë që kryenegociatorja Duka e përmendi më sipër, dhe ka të bëjë me dekriminalizimin e shpifjes. Pra, gazetarët do të jenë tërësisht të çliruar nga barra e shpifjes, kuptohet kur ajo bëhet në mirëbesim, edhe kur bëhet ndërsa ju përpiqeni që të pasqyroni zhvillimet e fundit. Pra, këto janë, besoj, një nga gurët e themelit të paketës ligjore, por që kanë të bëjnë me atë jetësim të realitetit evropian në jetën shoqërore shqiptare. Ndërkohë, një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me drejtësinë sociale. Pra, juve e keni ndjekur, jeni gazetar të politikës, por edhe publiku që na ndjek. Familja shqiptare është duke u përleshur me përbindjen e dhunës, dhe nuk mundet që të vazhdojmë dhe të humbasim jetë nësa mekanizmi ndoshta nuk është kolauduar siç duhet, kështu që për ndryshimet ligjore, qoftë në ligjin për mbrojtjen e familjes nga dhuna, por edhe mbrojtjen e grave, zonjave dhe më të dobëtve, sepse kemi ndryshime në kodin penal dhe për të miturit, nuk mundet të presin më, kështu që fuqizojmë mekanizmin referues, fuqizojmë mekanizmin ndërhyrës, dhe këtë e bëjmë në të gjithë aspektet, jo vetëm në jetën publike, atë që duket, por edhe në jetën private dhe në botën digjitale. Pra, një pjesë shumë e rëndësishme e ndryshimeve ka të bëjë me atë dhunë që ushtrohet ndaj më të dobëtve në shoqërinë tonë në botën digjitale. Ndërkohë që kemi një, besoj, kënd tjetër që ka të bëjë me luftën ndaj korrupsionit, që kolegja Pirdeni do ta trajtojë në detaj dhe në përmbajtje, por ndryshimet që kanë të bëjnë me luftën ndaj krimit, ku kemi të bëjmë me ato propozimet që bëhen në kodin penal, apo edhe janë disa dy ligje që forcojnë luftën ndaj narkotikëve,
besoj që janë të rëndësishme dhe janë pjesë e paketës, por ajo që unë doja të veçoja ishin pikërisht këto dy gur themeli që kanë të bëjnë me punën e medias, me rolin e medias, me fuqizimin e transparencës së medias dhe drejtësinë sociale, familjet, zonjat, gratë, motrat, të miturit, do të jenë më të mbrojtur në të gjithë aspektet e jetës tyre. Kemi pastaj edhe ligjet e tjera që kanë të bëjnë me rolin e komisioneve hetimore dhe që ju besoj i keni parë, sepse të gjitha projektet janë konsultuar, janë publike dhe ka filluar tashmë edhe diskutimi besoj në komisione dhe aty do t'i ndjekim së bashku dhe në detaj. Për mos t'u zgjatur më shumë dhe jap fjalën koleges Pirdenit. Faleminderit kolegu Gogu, përshëndetje të gjithëve, gjithashtu ndaj së bashku me kolegen Dhuka dhe kolegun Gogu, kënaqësinë e veçantë që takohemi në këtë fillim viti për një përditësim mbi disa nga iniciativat kryesore, ligjore, që na kanë angazhuar jo vetëm ne, si qeveri, por gjithashtu kuvendin, shoqërinë civile, përmes komenteve, përmes të gjithë angazhimeve që kanë pasur të bëjnë me forcimin e kuadrit të luftës kundër korrupsionit në Shqipëri. Është një paketë prej 5 ligjesh, e cila synon në radhë të parë forcimin e kulturës së integritetit në administratën publike, dhe jo vetëm në administratën publike, por përtej të gjithë institucioneve me natyrë publike. Dhe natyrisht fokusi kryesor është tek forcimi i parandalimit të korrupsionit, përtej ndëshkimit të korrupsionit, që sigurisht është një nga dimensionet e luftës kundër korrupsionit, por fokusi kryesor në këto 5 nisma ligjore është pikërisht vendosja e disa themeleve të standardeve europiane në legjislacionin shqiptar dhe në praktikën administrative shqiptare për të mundësuar që korrupsioni të mos ndodh në praktik, pra për ta parandaluar përpara se të ndodh. Dhe të gjitha këto nisma kanë qenë në fakt të konsultuara gjërësisht me partnerët tanë europian, kanë qenë të konsultuara dhe janë një pjesë e tyre në proces konsultimi me të gjithë aktorët e shoqërisë civile, por me që jemi këtu dhe gjej rastin të falenderoj të gjithë kolegët që e kanë pasqyruar dhe kanë përcjell dhe mediatikisht të gjitha këto iniciativa tona për të përçuar dhe tek publiku rëndësinë e këtyre nismave dhe nevojën e domosdoshme që të ketë gjithashtu një debat publik për këto nisma. Pa humbur kohë, unë do të fokusohem shumë shkurtimisht tek fakti që këto 5 nisma janë 3 prej tyre nisma të cilat janë iniciuar nga qeveria dhe 2 prej tyre janë nisma deputetësh dhe kanë qenë përgjatë gjithë vitit 2025 në fokus të jo vetëm të punës pozicionit tim si ministre shteti për administratën publike dhe antikorrupsionin, por ka qenë gjithashtu në fokus të shumë institucioneve të tjera të angazhuara në parandalimin e korrupsionit për të pasur një kuadër ligjor sa më solid, të konsultuar dhe mbi të gjitha në përputhje plot me gjithë standardet europiane, si direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian, por dhe gjithashtu të atyre standardeve më të mira në rang europian. Ligji i parë që do doja të përmend është ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky është i pari ligj i cili është finalizuar, është miratuar në kuvend dhe ka hyrë në fuqi tashmë. Përmes këtij ligji parashikohet shprehimisht fuqizimi dhe mbrojtja e çdo personi të punësuar, qoftë në një institucion publik, qoftë në një strukturë subjekt privat, në rastet se denoncojnë çdo lloj shkelje ligjore. Për herë të parë, ligji parashikon shprehimisht që ndryshe nga ligji 2016-s, që kufizoi vetëm në rastet e raportimit kundër korrupsionit, ky ligj i ri i jep mundësi çdo të punësuari, qoftë në administratë publike, qoftë në një subjekt privat, që të raportojë çdo shkelje ligjore. Shkelje ligjore që ka të bëjë jo vetëm me legjislacionin në luftën kundër korrupsionit, por dhe legjislacionin e punës, legjislacionin e mbrojtjes sociale, legjislacionin që lidhet me sistemin fiskal, në përgjithësi tatime, taksat e kështu me radhë. Gjithashtu ky ligj për herë të parë parashikon që mbrojtja të mirëfillt ligjore nuk do të kenë vetëm sinjalizuesit, por dhe familjarët e tyre të afërt dhe ortakët e tyre të biznesit, për të garantuar që zgjerimi i mbrojtjes të jetë përtej atyre kufive minimal që parashikonte ligji i 2016-s. Gjithashtu, për herë të parë parashikohen dhe sanksione më të fuqizuara,
për garantuar që çdo lloj mase me natyrë ose forme hakmarrëse ndaj çdo personi që tenton të raportojë një rast korrupsioni të adresohet në mënyrën e duhur ligjore, është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme format e mbrojtjes nga çdo lloj forme kërcënimi që mund vi nga punëdhënësi, siç mund të jetë për shembull mos rinovimi i kontratës punës, transferimi në një pozicion larg vendit punës, siç mund të jetë ndalimi i promovimit në detyrë kështu me radhë. Të gjitha këto masa të reja tërësisht të linjëzuara 100% me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ky është një ligj që tashmë është në fuqi. Gjithashtu është parashikuar shprehimisht që institucioni përgjegjës, që është Inspektorati i Lartë për kontrollin dhe deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesit, do të fuqizohet përgjatë gjithë këtij viti dhe do të shumëfishojë përpjekjet për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi përdorimin efektiv të këtij instrumenti, i cili në fakt në vendet e Bashkimit Evropian përpara miratimit të direktivës së 2019 është vërtetuar që nuk ka qenë efektiv mjaftueshëm. Për këtë arsye është menduar që përmes forcimit legjislacionit të krijohen disa mekanizma mbrojtës garantues për çdo person që synon të adresojë një shkelje ligjore pa pasur frikë. Përveç këtij ligji, për herë të parë në Shqipëri ne kemi tashmë një legjislacion për lobimin. Pra për herë të parë në Shqipëri rregullohet veprimtaria e lobimit si një veprimtari e lishme, e kontrollueshme dhe transparente. Dhe qëllimi kryesor i këtij projekt ligji, i cili është miratuar tashmë në Këshillin e Ministrave, është konsultuar gjithashtu publikisht me gjitha grupet e interesit, është pikërisht që të garantohet së pari një transparencë e plotë mbi kontaktet midis lobistëve, profesionistë nga njëra anë dhe institucioneve publike, pra zyrtarëve publik nga ana tjetër. Është e nevojshme të sqaroj në këtë rast që dua gjithashtu të referohem një parashikime të këtij ligji e përkufizojnë siç duhet konceptin e lobimit, duke përcaktuar si një veprimtari profesionale me pagesë, duke diferencuar natyrisht veprimtarinë e lobimit nga veprimtaria e zakonshme që organizatat e shoqërisë civile, që aktivistët kryen në pjesëmarrjen e tyre në proceset vendimarrëse gjatë konsultimeve publike. Pra për t'i dhënë rolin e duhur funksioneve që secili aktor shoqëror kryen. Dhe për herë të parë parashikohet krijimi një regjistri lobimi, i cili do të mbahet nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, pikërisht si institucioni gjithashtu përgjegjës për garantimin e transparencës, jo vetëm në dhënien e informacionit publik, por dhe mbi të gjitha dhe në garantimin e integritetit të kontakteve midis zyrtarëve publik nga njëra anë dhe çdo subjekti që interesohet të influencojë në një vendimarrje publike përmes lobimit. Ne do të nisim shumë shpejt brenda kësaj jave diskutimet në komisionet parlamentare përgjegjëse të këtij ligji dhe shpresojmë që do të kemi mundësi që ky ligj të miratohet brenda këtij muaji në Kuvendin e Shqipërisë dhe që gjithashtu kolegët deputet të Kuvendit ta përqafojnë këtë nisëm që kemi nisur. Krahas këtij projekt ligji, një tjetër projekt ligj shumë i rëndësishëm iniciuar po nga Këshilli i Ministrave, i cili është aktualisht në konsultim publik, është projekt ligji për sponsorizimin dhe për donacionin ose sponsorizimet dhe donacionet. Është një ligj i cili për herë të parë rregullon ligjërisht mënyrën dhe funksionimin dhe transparencën e dhënies së donacioneve. Shqipëria nuk ka pasur më parë një kuadër ligjor për donacionet, por çfarë është më e rëndësishme, është gjithashtu adreson në mënyrë tërësore çështjet që kanë të bëjnë me rregullimin ligjor të sponsorizimeve si një aktivitet i cili synon natyrisht të përforcojë, të mbështesë iniciativa me interes publik në fushën e mbrojtjes sociale, në fushën e drejtësisë sociale, në fushën e artit, sportit, kulturës veçanërisht. Dhe për këtë arsye gjithashtu kjo vjen si një nisëm e përbashkët me Ministrinë e Kulturës, Turizmit dhe Sporteve, synon të mbështesë veprimtaritë me interes publik në fushën e transformimit digjital, inovacionit, po dhe gjithashtu forcimin e të gjitha atyre mekanizmave që synojnë të garantojnë transparencë të shtuar në këtë proces. Ky ligj parashikon shprehimisht do të ketë një regjistër publik transparent të çdo sponsorizimi dhe çdo donacioni që bëhet ndaj institucioneve publike. Ne kemi parashikuar shprehimisht në ligj do të ketë një diferencim të qartë midis detyrimeve që do të kenë institucionet dhe autoritetet publike
për transparencën për donacionet, për transparencën për sponsorizimet, nga deturimet që kanë subjektet private që përfitojnë sponsorizimet dhe donacione, duke përjashtuar në mënyrë të qartë nga fusha veprimi këtij ligjit organizatat jo fitimprurëse për sa i përket donacioneve, për të garantuar që fokusi kryesor i këtij projektligji të jetë pikërisht transparenca e sponsorizimeve dhe donacioneve që përfitojnë autoritetet publike. Ky projektligj është aktualisht në konsultim publik, përfitoj këtu nga rasti gjithashtu që të ftoj të gjithë aktorët e interesuar për të angazhuar aktivisht dhe jo vetëm në platformën e konsultimit publik, por dhe në takimet që do të kemi me të gjithë partnerët, sikurse kemi zhvilluar takime të ngjashme për të gjithë për këto projektligje që sapo përmenda, sepse besojmë që i shërbejnë një procesi shumë të shëndetshëm të reflektimit të çdo lloj kërkese, shqetësimi, por dhe adresimit të çdo lloj propozimi që mund të vijë me shumë vlerë nga të gjithë aktorët e shoqërisë civile, medias dhe më gjërë. Përveç çfarë parashikon ky projektligj në drejtim të garantimit të një qasje më transparente ndaj donacioneve, synon mbi të gjitha të normojë punën e institucioneve publike, të cilat janë të angazhuara në këtë proces. Pse e theksoj këtë? Është sepse procesi i marrjes së donacioneve nga institucionet publike deri tani ka qenë i rregulluar mes një ligji që nga viti 1994, që nuk ka pësuar ndryshime për sa i përket çështjeve që lidhen me normimin e kësaj veprimtarie, dhe ne jemi munduar që standardet më të mira europiane në këtë fushë të mund t'i trupëzojmë në këtë projektligj. To janë 3 projektligje që janë iniciuar nga qeveria, gjithsesi sikurse e përmenda janë në një fazë tashmë disa të përfunduara, në një fazë të avancuar. 2 janë nisma të cilat lidhen drejt për drejt me parandalimin e korrupsionit dhe që do të janë në proces shurtimi në kuvend, duke filluar që nga ligji për konfliktin e interesit, për parandalimin e konfliktit e interesit në ushtrimin e funksioneve publike. Tradicionalisht ky ka qenë një ligj i cili është propozuar nga deputetët, duke pasur parasysh faktin që ky është një ligj i cili prek të gjitha institucionet publike, duke qenë se të gjitha institucionet publike, pavarësisht nëse i përkasin ekzekutivit, legislativit ose gjyqësorit, janë të detyruar të përmbahen parashikimeve për parandalimin e konfliktit e interesit në të gjitha format që ai mund të shfaqet. Ka qenë një nga kërkesat specifike të Grekos që Shqipëria të adresojë çështjet që kanë të bëjnë me një koherencë të shtuar të legjislacionit të konfliktit të interesit. Dhe pikërisht bazuar në këtë rekomandim, ne jemi munduar që në fakt të gjithë të ekspertizë që është krijuar në nivelin e qeverisës për sa i përket garantimit të standardeve të Grekos, t'ia përcjellim kuvendin si iniciator i kësaj nisme. Kuvendi ka zhvilluar një proces të parë të konsultimit publik të kësaj nisme hershëm gjatë vitit të shkuar për gjatë periudhës korrik-gusht, iniciativë e cila është konsultuar vazhdimisht me partnerët, dhe synimi kryesor i këtij projektligji është pikërisht të garantojë dhe të forcojë mekanizmat e parandalimit konfliktit, duke përcaktuar shumë qartë detyrimet që kanë subjektet deklarues të pasurisë dhe subjektet jo deklarues të pasurisë, duke pasur parasysh që besoj e dini që interesi shtuar për të rregulluar në mënyrë specifike subjektet deklaruese është eminent dhe është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu ky ligj synon të parashikojë shprehimisht ndalimin e pranimit të dhuratave, të pranimit të çfarëdo lloji forme përfitimi financiar ose jo financiar për çdo zyrtar publik përgjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, të garantojë gjithashtu dhe çdo lloj forme tjetër të shmang gjithashtu në praktik, çdo lloj forme tjetër të ndërhyrjes në një proces vendimarrës ose në çdo lloj procesi administrativ ose procedural që një zyrtar publik mund të përfshihet gjatë funksionit të tij ose të saj. Roli i kësaj nisme është pikërisht gjithashtu dhe të jap mundësi ILDKPK-s, institucioni i përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesit dhe monitorimin e zbatimit të këtij legjislacioni përgjatë gjithë spektrit të institucioneve publike, të jap mundësi jo vetëm që të ketë funksione monitoruese të shtesë, por mbi gjitha të vendosë sanksione dhe të gjitha atyre zyrtarëve publik, sikurse parashikohen ligjin ekzistues, por përforcohet përmes të ligjit, përmes sanksioneve konkrete të qartësuara për të gjitha shkeljet specifike. Kjo është një nga nismat e cilat vjen
në harmoni të plot me të gjitha këto nismat ekzistuese deri tanishme, pikërisht për plotësuar kuadrin ligjor të parandalimit të korrupsionit në Republikën e Shqipërisë. E fundit nga radha, por jo nga rëndësia, është një nisëm gjithashtu e diskutuar tashmë në kuvend dhe një nisëm që në fakt prek në thelb një nga çështjet kryesore të ngritura gjatë raportit të OSBE-Odirit, sikurse është financimi i partive politike. Në kuadër të komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, ka pasur një angazhim jashtëzakonisht intensiv përgjatë 6 mujorit, sidomos të dytë të vitit 2025, për të draftuar një projekt ligj për financimin e partive politike në Republikën e Shqipërisë, i cili vjen në përgjigje të rekomandimeve të OSBE-Odirit për sa i përket transparencës përpara dhe pas procesit zgjedhor, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me mënyrën se si mundet që procesi i financimit dhe transparencës mbi financimin e partive politike si një komponent shumë i rëndësishëm antikorrupsion të bëhet dhe të trupëzohet si pjesë e licitacionit kombëtar në fushën e zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë, po dhe në fushën e funksionimit të partive politike në tërësinë e tyre. Kjo është një nisëm e cila është në proces diskutimi në komisionin bipartizan për reformën zgjedhore dhe shpresojmë që gjithashtu të gjitha forcat politike ta përqafojnë këtë nisëm si një mekanizëm shumë i rëndësishëm që vjen në përgjigje të plotë të gjitha detyrimeve që Shqipëria ka ndërmarrë për të forcuar të gjithë sistemin e saj parandalues dhe korpusin ligjor në fushën e parandalimit të korrupsionit. Duhet të them këtu që të gjitha këto nisma në fakt vinë në një mjedis që gjen Shqipërinë shumë të përgatitur sa më parë për të parandaluar korrupsionin. Për gjatë vitit 2025, Shqipëria kaloi me sukses, është nga të paktat vendet rajonit në fakt, që kaloi me sukses raundin e 5 të vlerësimit të Grekos për parandalimin e korrupsionit për funksionarët e lartë dhe për institucionet ligjzbatuese, ku u dëshmua qartë që Shqipëria jo vetëm kishte përmbushur detyrimet e përcaktuara nga Greko, por mbi të gjitha është një nga vendet që qëndron gjithashtu në pararojë të gjitha atyre iniciativave në mënyrë proaktive për të qenë përgjatë gjithë kohës në koherencë të plotë me të gjitha detyrimet që burojnë nga standardet europiane. Kjo është një ekspoze e përgjithshme, por natyrisht njësoj si kolegët jam shumë e hapur për pyetje ose diskutime lidhur me këtë çështje. Faleminderit. Faleminderit Atea dhe Toni. Raziela Myslimaj nga Report Televizion. Zënja Birdeni, kam 2 pyetje për ju lidhur me nismat që prezantuat. Do doja të ndalesha fillimisht tek projekt ligji për sponsorizimet dhe donacionet i hedhur për konsultim publik. Në draft, ajo që kam bëri përshtypje ishte fakti që subjektet që do të merrnin pjesë në sponsorizime, pra do të sponsorizonin në fusha me rëndësi të veçantë, siç mund të jetë arti, kultura apo sporti, do të përfitonin po ashtu lehtësi tatimore deri në 30%. A rrezikon që përmes këtij projekt ligji të shkojmë drejt sponsorizimeve fiktive në mënyrë që këto kompani të përfitojnë një lehtësi tatimore që nuk është e vogël, pra shkon deri në 30% dhe si parashikohet që të mbrohet ky aspekt, ndërsa sa i takon nismës tjetër për sinjalizuesit ose siç është quajtur rëndom për bilbilfryerësit, rrezikon ta kthej ky projekt ligj, kjo nismë ligjore Shqipërinë në kohë të errta, kur për shqiptarët në fakt kanë qenë ditë jo shumë të mira dhe do duhet të përballeshin me kolegë spiun apo me këdo që kanë patur pranë për të raportuar pranë autoriteteve shkeljet pretenduara dhe si do mund të mbrohet iniciativa dashakejse e dikujt që ndoshta do të raportoj shkelje jo të qëna realisht. Shumë faleminderit për pyetjet dhe për interesimin tuaj njëherësh. Përsa i përket licitacionit, ligjit për sponsorizimet dhe donacionet, me të drejtë, sikurse ju e përmendni, ligji parashikon disa lehtësira fiskale të cilat janë të diferencuara për artin, kulturën dhe sportin. Pikërisht sepse këto lehtësira fiskale që parashikohen janë një shprehje e vullnetit të qeverisë shqiptare për të forcuar mbështetjen e këtij sektori, e këtyre sektorëve më saktë, dhe në përputhje me të gjitha standardet e vendeve të tjera si motra
përgjatë hartimit të këtij projektligji janë shfrytzuar një sër modelesh të tjera të ngjashme të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, po dhe vendeve të tjera të rajonit, për të parë dhe për të gjykuar siç duhet të gjithë mënyrën e organizimit të procesit të dhënies së lehtësirave fiskale në këtë fushë. Natyrisht që ky është një projekt ligji i cili është në proces konsultimi publik. Ne kemi parashikuar që sikurse dhe legjislacioni parashikon të jetë pjesë për rreth një muaj, ne do të mirëpresim çdo lloj propozimi që do të vijë në lidhje me këto parashikime dhe ligjin në tërësi. Por çfarë është më rëndësishme është që ky ligj, ndryshe nga ligji i vjetër, i vitit 94, i cili është amenduar vetëm 2 herë duke ndryshuar në mënyrë shumë margjinale marzhin e përfitimit për lehtësirat fiskale, për herë të parë ky ligj parashikon në mënyrë të detajuar mënyrën se si jepen sponsorizimet, si akordohen sponsorizimet ndaj autoriteteve publike, se si kontrollohen këto sponsorizime, se si autoritetet publike vetë janë të angazhuar në procesin e prioritizimit. Pra do thotë që nëse ka shumë subjekte private që synojnë të sponsorizojnë një aktivitet sportiv, kulturor ose artistik, është autoriteti publik që duhet garantojë një lloj prioritizimi, në mënyrë që të shmanget çfarëdo lloj forme abuzivizmi me dispozitat ligjore në fuqi. Gjithashtu, ligji parashikon shpehimisht që transparenca është një mjet shumë i rëndësishëm që demaskon çfarëdo lloj forme ose çfarëdo lloj tendence të mundshme abuzimi në këtë fushë. Kështu që ne mendojmë që përgjatë kësaj periudhe kohë do t'i japim natyrisht kohë të gjithë aktorëve, por do t'i japim gjithashtu kohë dhe vetes për të reflektuar mbi çdo lloj propozimi që do të vijë nga gjithë aktorët e interesuar në këtë proces dhe shpresoj që do të finalizojmë më pas me një nismë e cila gjithashtu do të gjej mbështetje me të gjërë shoqërore dhe do të gjej gjithashtu, do të adresoj gjithashtu shqetësimin kryesor, nismën që ka qenë kryesor në adresimin nga pikpamja ligjore e kësaj nisme, që është pikërisht forcimi i mekanizmave të kontrollit të sponsorizimit dhe donacionit në praktik me të njëjtat standarde sikurse e kanë të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Për sa i përket pyetjes tuaj, në fakt kjo është një pyetje që është shtruar dhe gjatë diskutimeve në komisionet parlamentare. Të them të drejtën, nuk besoj që gjitha vendet e Bashkimit Evropian që kanë parafuar 100% të direktivë njësoj si ne kanë pasur të shqetësim që kjo mund të krijojë një klimë negative brenda një institucioni ose qoftë brenda një korporate. Përkundrazi, ligji synon t'i jap fuqi dhe të incentivoj çdo lloj personi, çdo lloj të punësuari, qoftë në institucion publik, po dhe qoftë në një subjekt privat, dhe ligji parashikon këtë detyrimin që çdo subjekt shtetëror ose privat që përbëhet nga së paku 50 punonjës të ketë një njësi sinjalizimi, do të thotë që çdo subjekt privat që ka së paku 50 punonjës të punësuar, sikurse çdo institucion publik, duhet të ketë një njësi ku çdo punonjës që vëren një shkelje ligjore të mund të raportojë atë shkelje. Sipas legjislacionit tonë në fuqi dhe të gjitha rregulloreve më pas të nxjerra nga institucioni përgjegjës në këtë fushë, që është ILDKPK-ia, në një pjesë mirë të rasteve këto janë strukturat e auditit. Pra, raportimin e marrin strukturat e auditit, të cilat më pas do duhet të operojnë në përputhje të plotë me legjislacionin fuqi për të adresuar këto lloj shkeljesh. Pra, unë mendoj dhe besoj që e gjithë arsye sepse ose çfarë qëndron në themel këtyre ndryshimeve është që të forcohet një kulturë integriteti brenda institucioneve dhe brenda subjekteve private, një kulturë e cila synon të promovojë raportimin e çdo rasti shkelje dhe jo ta hesht atë. Kështu që shpresojmë që ky ligj shkon në këtë drejtim dhe besoj që dhe në gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian nga ku ne kemi marrë praktikat më të mira për të linjëzuar legjislacionin ton 100% me BE-n, janë gjithashtu në këtë linjë. Faleminderit. Greta Bullari, televizion. Ishim drejt për së drejti në kryeministri ku zhvillua konferenca me gazetarët për fazën e re të negociatave me Bashkimin Evropian dhe angazhimi politik dhe qytetar që nevojitet për të arritur objektivin Shqipëria 2030 drejt antarësimit apo integrimit në Bashkimin Evropian. Në ndërkohë do vijojmë me të tjera informacione. Biznesi shqiptar e sheh integrimin në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por mungesa informacione dhe konsultimit
lidhjet me institucionet mbetet një nga pengesat kryesore. Anketa e Këshillit të Investimeve tregon pritshmëri pozitive, por edhe sfida konkrete për sektorin privat. Biznesi në Shqipëri e sheh procesin e integrimit në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por përballet me mungesa të theksuara informacioni dhe pasiguri në zbatimin e reformave. Kështu rezulton nga anketa e fundit e Këshillit të Investimeve, fokusuar në perceptimin e bizneseve mbi integrimin evropian. Sipas të dhënave, bizneset raportojnë mungesë të dukshme informacioni mbi agjendën kombëtare të reformave dhe vetë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Informacioni sigurohet kryesisht nga interneti dhe media tradicionale, ndërsa pritet më shumë transparencë, komunikimi drejt për drejt dhe udhëzime konkrete nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Kjo mungesë informacioni ndikon drejt për drejt në aftësinë e bizneseve për të planifikuar zhvillimin dhe për të përfituar nga reformat. Megjithatë, pritshmëritë mbeten pozitive. Bizneset presin përfitime nga një proces reformash më i konsoliduar përmes konsultimit gjithëpërfshirës në hartimin e politikave, përfitimeve direkte për sektorin privat dhe përshpejtimin e zbatimit të reformave, që do të cilin më shumë efikasitet dhe siguri ligjore. Sektorët më optimist ndaj integrimit janë industria, tregtia, bujqësia dhe transporti. Në nivel kompanie, integrimi në Bashkimin Evropian pritet të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës së ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet evropiane. Megjithatë, vetëm 3 nga 10 kompanit presin rritje të menjëhershme të mundësive për eksport, ndërsa rreth 1 në 2 biznese parashikojnë zgjerim të aktivitetit pas integrimit. Nga ana tjetër, sfidat mbeten të shumta. Bizneset evidentojnë miratimin e ligjeve pa konsultim, burokracinë dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacionin fiskal, si dhe standardet e prodhimit që kërkojnë përshtatje për tregjet europiane. Këto barriera lidhen ngushtë me mungesën e informacionit dhe me perceptimin e pasigurisë ndaj reformave. Anketa tregon se për biznesin shqiptar, integrimi në BE mbetet një proces me potencial të lartë, por që kërkon transparencë, komunikim dhe përfshirje më të madhe për t'u kthyer në zhvillim konkret ekonomik. Eksportuesit shqiptar shfaqen më optimistët ndaj anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por rritja e eksporteve mbetet e pasigurt për shkak të mungesës së informacionit, burokracisë dhe zbatimit të reformave pa konsultim, sipas anketës së Këshillit të Investimeve. Biznesi shqiptar ka pritshmëri pozitive nga agjenda kombëtare e reformave dhe procesi anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por niveli i informimit mbetet i ulët. Këto janë gjetjet kryesore të anketës së Këshillit të Investimeve, që analizon perceptimin e kompanive mbi reformat dhe integrimin evropian. Sipas anketës, vetëm 33% të kompanive të intervistuara deklarojnë se kanë informacion të mjaftueshëm, shumë ose disi, mbi agjendën kombëtare të reformave. Bizneset që janë të informuara shprehen se zbatimi i saj në 3 vitet e ardhshme pritet të sjellë konsultim më gjithëpërfshirës dhe përfitime direkte për sektorin privat. Megjithatë, adoptimi i ligjeve pa konsultim mbetet sfida kryesore e perceptuar në zbatimin e reformave. Në lidhje me anëtarësimin e Bashkimin Evropian, rreth 7 në 10 kompani e vlerësojnë këtë proces pozitiv ose shumë pozitiv. Më optimistët janë eksportuesit, bizneset me xhiro mbi 10 milion euro, si dhe sektorët e ndërtimit, bujqësisë dhe industrisë përpunuese. Bizneset presin që anëtarësimi të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës të ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, burokracia dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacioni fiskal, si dhe standardet e prodhimit, perceptohen si fushat ku përshtatja do të jetë më e vështirë. Sa i përket eksporteve, vetëm 3 në 10 biznese presin rritje të mundësive eksportuese nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian, me industrinë, tregtinë dhe bujqësinë që shfaqen më optimiste. Ndërkohë, afro 50% e bizneseve deklarojnë se kanë nevojë për më shumë informacion mbi integrimin dhe ndikimin e tij në aktivitetin e tyre. Burimet kryesore të informimit mbeten interneti dhe media tradicionale, ndërsa pritet një rol më aktiv nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Anketa tregon se për gjysmën e bizneseve, anëtarësimi në BE shihet si një mundësi reale për rritje dhe zgjerim të aktivitetit, veçanërisht në industrinë përpunuese, bujqësi, pylltari, peshkim, si dhe në sektorin e transportit dhe magazinimit.
Keshi mbetet i rëndësishëm në ekonominë shqiptare, por po përdoret ndryshe. Skan TV ka analizuar të dhënat e 5 viteve të fundit, ku rezulton se kartomonedat 1.000 dhe 2.000 lek përdoren më shpesh nga qytetarët, ndërsa prerja 5.000 lek përqendron vlerën më të madhe të paras fizike në qarkullim. Çdo ditë shqiptarët paguajnë me kesh për kafe, ushqim apo shërbime të vogla, por cila kartmonedh kalon më shpesh nga dora në dorë dhe cila mban peshën më të madhe të paras fizike në ekonomi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se përgjigjja nuk është aq drejt për drejt sa duket dhe ndryshon në varësi të mënyrës se si matet përdorimi i paras kesh. Nëse flasim për numrin e kartmonedhave në qarkullim, pra për prerjet që përdoren më shpesh në pagesat e përditshme, rezulton se më të pranishmet janë kartmonedhat 1.000 dhe 2.000 lek. Ato janë prerjet që qarkullojnë më shpesh në transaksionet e zakonshme të qytetarëve, në blerje të vogla dhe pagesa rutin. Por panorama ndryshon kur analiza bëhet në vlerë monetare. Sipas strukturës së keshit në qarkullim, kartmonedha që mban peshën më të madhe është ajo 5.000 lek, jo sepse përdoret më shpesh se prerjet e tjera, por sepse përfaqëson një vlerë më të lartë për njësi dhe përqendron një pjesë të konsiderueshme të paras fizike në ekonomi. Raportet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se struktura e kartmonedhave ka ndryshuar gradualisht, por pa u përmbysur, pavarësisht goditjeve të forta si pandemia, rritja e inflacionit apo futja në qarkullim e kartmonedhës 10.000 lek. Edhe pas këtyre zhvillimeve, prerja 5.000 lek vijon të mbetet boshti kryesor i keshit në vlerë. Në të njëjtën kohë, numri total i kartmonedhave në qarkullim në Shqipëri ka mbetur relativisht i qëndrueshëm. Në 5 vitet e fundit, ai vlerësohet në rreth 150 deri në 160 milion cop, duke treguar se ndryshimet nuk po ndodhin në sasi, por në mënyrën e përdorimit të paras kesh. Një nga arsyet kryesore lidhet me zhvendosjen graduale të pagesave të vogla drejt mjeteve elektronike. Prerjet e vogla si 200, 500 dhe 1.000 lek përdoren sot më pak se më parë, ndërsa kartat bankare dhe transfertat po zëvendësojnë keshin në pagesat e shpeshta, që shpjegon pse numri i kartomonedhave në qarkullim mbetet i qëndrueshëm, ndërsa roli i tyre në ekonomi po riformosohet. Një tjetër tendencë e evidentuar nga raportet është se kartmonedhat po jetojnë më gjatë. Ato zëvendësohen dhe azgjësohen më rrallë në raport me stokun total, një tregues se keshi po qarkullon më ngadalë dhe po mbahet më gjatë jashtë sistemit bankar. Të dhënat tregojnë se paraja kesh në Shqipëri nuk po zhduket, por po ndryshon funksionin, nga një mjet i përditshëm pagese drejt një instrumenti ruajtje dhe sigurie financiare. Gjatë vitit 2025, eksportet e mallrave ranë në 346 miliard lek, ndërsa importet arritën në 887 miliard lek, duke e çuar deficitin tregtar në 541 miliard lek. Rënja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga sektorët tradicional. Viti 2025 është mbyllur me një ecuri problematike të tregtisë jashtme shqiptare, ku rënja e eksporteve dhe zgjerimi i deficitit tregtar duket të jenë problematikat kryesore. Të dhënat zyrtare nga Instat tregojnë se Shqipëria vazhdon të shes pak dhe të blej shumë. Gjatë vitit të kaluar, eksportet e mallrave arritën vlerën 346 miliard lek, duke ulur me 6.1% krahasuar me vitin 2024. Në të njëjtën kohë, importet arritën në 887 miliard lek me një rënje të lehtë prej 0.8% në vlerë. Në pamje të parë, kjo mund të krijojë ide në një stabilizimi, por analiza në volum pra në peshë tregon një anë tjetër. Në terma sasior, importet në vitin 2025 janë rritur me 6.2% në volum, ndërsa eksportet kanë rënë me 3.7%. Kjo do thotë se Shqipëria ka importuar më shumë mallra fizikisht, por me çmime mesatare më të ulta, ndërsa ka eksportuar më pak mallra, si në vlerë ashtu edhe në peshë. Rënja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga sektorët tradicional. Materialet e ndërtimit dhe metalet kanë dhënë goditjen më të fortë, duke qenë kontribuesi kryesor negativ në ecurinë vjetore. Po ashtu mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike kanë shënuar rënje, duke reflektuar si luhatit e çmimeve ndërkombëtare, ashtu edhe kufijtë e kapaciteteve prodhuese vendase. Rritjet e lehta ushqimore, pije, duhan dhe makinerie pajisje nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ndryshuar trendin negativ. Nga ana tjetër, struktura e importeve tregon se ekonomia shqiptare mbetet e varur nga jashtë.
Rritja e importeve në volum lidhet kryesisht me mallra konsumi, ushqime dhe energji, çka nënkupton se prodhimi vendas nuk po arrin të zëvendësojë kërkesën e brendshme. Si pasojë e kësaj ecurie, deficiti tregtar në vitin 2025 arriti në 541 miliard lekë, me një rritje prej 3% krahasuar me vitin 2024. Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet ka zbritur në rreth 39%. Në aspektin gjeografik, Italia mbetet partneri kryesor tregtar, por eksportet drejt saj kanë rënë ndjeshëm gjatë vitit 2025. Rënja e shënuar drejt Kosovës dhe Maqedonisë Veriut duke sinjalizuar dobësim të tregjeve tradicionale, ndërkohë importet nga Kina janë rritur ndjeshëm, duke forcuar rolin e saj si furnizues kryesor i mallarve industriale dhe të konsumit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.